Ditën e Kiametit, njeriu do të jetë me ata që i do. Dhir ibn Hubejsh tregon, shkova tek Safuan ibn Asal, radiallahu anhu, për të pyetur se si duhet bërë meshi mbi meste. Ai më tha, Dhir, pse ke ardhur? Për të marrë dije, i thash unë. Më pas tha, me lekët i duan ata që mësojnë dije dhe i shtrin krahët e tyre mbi ta. Ndërsa unë thash, do të doja të dija se si merret meshi mbi meste, pas nevojës së madhe dhe të vogël. Për shkak se edhe ti je prej sahabet profetit alayhis salam. Unë erdha tek ti për të pyetur, a ke dëgjuar që ai të ketë thënë diçka në lidhje me këtë temë? Safuani radiallahu anhu tha, po, kam dëgjuar. I dërguari Allahut alayhis salam urdhëronte që gjatë udhëtimit të mos i hiqni mestet nga këmba për 3 ditë 3 net, madje të bëni mes mbi meste dhe pas nevojës madhe dhe të vogël. Mirë po, ai na urdhëronte që t'i hiqnim ato në rast se ishim xhunub. Pastaj e pyeta përsëri, po në lidhje me dashurinë, ke dëgjuar të thotë ndonjë gjë? Po, kam dëgjuar. Njëherë kishim dalë për udhë bashkë me profetin alayhis salam, ku një beduin me zërin e tij të vrasht bërtiti, Muhammed, ndërsa profeti ynë alayhis salam me një zë pothuajse të njëjtin me të tij i tha, eja, unë nuk theva nga beduini dhe i thash, turp të kesh, ule zërin, sepse këtu je përpara të dërguarit Allahut. Allahu e ka ndaluar të bërtasësh me zë të lartë. Beduini tha, për Zotin nuk e ul zërin. Më pas u drejtua nga i dërguari Allahut alayhis salam dhe e pyeti, çfarë mendon për një njeri që e do dikë, por nuk ka aq të mira sa mund të qëndroj bashkë me ta? I dërguari alayhis salam i tha, ditën e Kiametit, njeriu do të jetë me ata që i do. Në vazhdim të fjalës së tij, Safuan ibn Asal radiallahu anhu tha, profeti alayhis salam foli gjatë lidhur mbi këtë temë. Madje foli edhe për një derë që ndodhet në anën e perëndimit. Dera është e gjerë sa 40 apo 70 vite ecje në këmbë, ose sipas asaj që mban mend transmetuesi, 40 apo 70 vite ecje me shpejtësinë e kalorësit. Njëri prej transmetuesve, Sufjan ibn Uyeyne, radiallahu anhu ka thënë se kjo derë gjendet në anën e Damaskut. Kur Allahu krijoi qiejtë dhe tokën, këtë derë ka krijuar të hapur për teubet. Ajo derë nuk do të mbyllet derisa dielli të lindë nga perëndimi. Dhir ibn Hubejsh radiallahu anhu, i cili e ka transmetuar këtë hadith nga sahabiu Safuan ibn Asal radiallahu anhu, ishte një beduin që jetonte në shkretë të tir. Megjithse ai ka jetuar edhe në periudhën e ignorancës, edhe në periudhën islame, ai nuk arriti ta shihte të dërguarin e Allahut alayhis salam. Mirë po ai ka arritur të shohë sahabët e mëdhenj, si Omerin, Aliun, Uthmanin, Ubej ibn Kabin, dhe ka transmetuar hadithe prej tyre. Kur Dhir ibn Hubejsh shkoi në Medinë për të takuar me sahabët, u takua edhe me Safuan ibn Asal radiallahu anhu, që është transmetuesi i hadithit më sipërm, dhe e pyeti nëse ishte takuar apo jo me profetin alayhis salam. Ndërsa Safuani radiallahu anhu i tha se kishte marrë pjesë në 12 betejë bashkë me profetin alayhis salam. Pasi pranon islamin, Dhir ibn Hubejsh radiallahu anhu i futet rrugës së dijes dhe bëhet i njohur në fushën e hadithit. Ai ishte një muhadith i besueshëm. Hadithet e transmetuara prej tij zën vend në kutubi site, lidhur me jetët e dherit dhe të Safuan ibn Asalit, i cili ka transmetuar 20 hadithe prej të dërguarit Allahut alayhis salam, nuk ka shumë detaje. Dhiri ka vdekur në vitin 82 Hijri, në moshën 120 vjeçare. Allahu qoftë i kënaqur me të.